Gjatë publicitetit po diskutonin për atë aromën e pakëndshme të plastikës që shpeshherë e ndjejmë sa po hapim një lodër të re. Ose kur futemi në dyqan, dihet një aromë në dyqan që kanë plastikën. Po, profesor. Që nuk shkon. Gjithë materialet plastike kanë substancat bazë të përftimit e tyre dhe kryesisht është stireni, kloruri vinilit dhe disa substancat tjera. Jo të gjitha këto molekula janë bashkuar për të formuar atë masën e plastikës, por disa për tyre kanë ngelur më vete si molekula, kështu që kur hapet pra ambalazhi, ato thjesht janë substanca volatile të avullueshme dhe dalin në ajër. Edhe më të rrezikshme. Dhe për këto duhet të bëjmë kujdes. Në fakt, jo për shkak se ekspozohemi vazhdimisht, por mund të analizojmë sidomos profesionistët, pra punonjësit punojnë në industrinë e materialeve plastike, për shembull, të cilët janë të ekspozuar në mënyrë të vazhdueshme. Ka sëmundje profesionale që janë të lidhura drejt për drejt me ekspozim dhe klorurit të vinilit, për shembull, e me radhë. Pra normalisht këto substanca janë të dëmshme, sepse janë të avullueshme dhe duhet kemi parasysh që vetë organizmi jonë ka 3 rrugë kryesore ekspozimi ndaj faktorëve të jashtëm, nëpërmjet sistemit respirator, nëpërmjet konsumit të ushqimeve dhe nëpërmjet kontaktit me lëkurën. Në qoftë se substancat janë të avullueshme, pra volatile, ato hynë nëpërmjet traktit respirator dhe mjafton të themi monoksidi karbonit, për shembull që ekspozimi ndaj tij mund të shkaktojë dhe vdekje. Pra, si më thënë, është një rrugë e rrezikshme, e shpejtë, e rrezikshme për individin nëpërmjet ekspozimit akut. Kështu që duhet bëjmë kujdes, po kjo nuk ka lidhje me atë që po flasim sot. Po gjithsesi, domethënë, kjo është një. Lidhur me këtë, duke qenë se pam pjesën çfarë na shkakton dëm dhe çfarë efektesh ka dhe pasoja kështu me radhë. Përderisa të gjithë jemi të rrezikuar dhe të gjithë themi larg ekraneve sepse ka rrezatim, larg lodrave sepse ka plastik dhe lëndë kimike, vjen një moment që prindi bëhet konfuz. Dhe unë mendoj që në raste të tilla, zgjidhja e gjithçka është natyra. Natyra sepse kontakti direkt me natyrën, domethënë kjo po flisnim gjatë publicitetit, kjo teoria e zhvillimit nëpërmjet sensorëve është teoria më produktive tek fëmijët. Sepse çfarë ndodh? Nëpërmjet prekjes, fëmia arrin të zhvillojë gjithë shqisat e veta dhe ta eksplorojë botën nëpërmjet kontaktit direkt. Mirë, po jo të gjithë prindrit janë të informuar për këtë. Atëherë kush do të ishte zgjidhja më e mirë? Unë propozoj shumë, madje kam sjellë 2 ilustrime këtu, më pëlqen gjithmonë të flas me shumë konkret, për të mos qenë shumë teorik. Ka libra që të tregojnë lojra, nuk ka nevojë të jesh filozof apo të kesh pa dyshim dëshirë librin apo letërsinë. Kushdo prind mjafton t'i hedhë një sy këtyre librave që janë me lojra. Këto janë lojra që mund të lexoj kushdo. Këtu për shembull janë dhe në shqip dhe në anglisht, janë modele të huaja, të cilat ilustrojnë, nuk janë të gjata, janë thjesht një paragraf, të ilustruar edhe me figura dhe të shpjeguara. Domethënë, ti si prind, nëse ndihesh kaq i rrezikuar nga ekrani, nga plastika, atëherë gjej një zgjidhje tjetër që është produktive për të gjithë, pa kosto financiare siç tha kolegja dhe mbi të gjitha mjaft kreative për zhvillimin e fëmijëve. Ose qoftë në kushte shtëpie. Unë në faqen Albanian Together që kemi folur herën e kaluar, unë përpiqem të promovoj pikërisht këtë. Të edukosh fëmijët pa që nevoja të ngarkosh barrën tek mësuesi apo tek shkolla. Atë që mund të bëj prindi vet, pavarësisht çdo lloj profesioni apo moshe, të qenit praktik dhe konkret me fëmijët, me mjete rrethanore në shtëpi, pa dal nga pragu i derës, pa e kërkuar zgjidhjen jashtë, do të ishte shumë mirë. E megjithatë, lodrat gjithmonë do jenë pjesë. Patjetër. Nuk po them që do të thotë ne përsëri do kemi kontakt me këto lodra, që do të thotë që është shumë e rëndësishme që përzgjedhja dyqanet ku ne shkojmë. Lodrat e drurit janë zgjidhja fantastike. Patjetër, dyqanet ku ne shkojmë, domethënë mund të marrësh edhe një lodër që mund të jetë më e shtrenjtë, po të paktën ti e di cilësinë, nga vjen, me çfarë është e përpunuar, edhe vetë prindri do jetë më i qetë, më me pak ankth, sepse do di se çfarë burimi ka. Po ja, si ta bëjmë përzgjedhjen prindrit? Është një çike vështirë, gjithsesi vigjilent me etiketën, vigjilent me etiketën veta. Po, patjetër. Mirë do t'jetë që të lexohet çdo informacion që mund të ketë lodra të shënuar,
Sigurisht ne e përmendëm sot dhe gjithë secili duhet ta mbajë mend këtë akronimin, pra PFAS-i nuk është okay dhe nuk është mirë që të jetë në lodra që ne duhet përdorim për fëmijët, por doja të thoja edhe diçka tjetër. Këto produkte të PFAS-it që Komuniteti Evropian po tenton të ndalojë në 2030-ën, vinë në fakt mbas një presioni shumë të madh nga organizata jo qeveritare, që merren pikërisht dhe advokojnë për eliminimin e këtyre substancave kimike dhe efektet që ato kanë në organizmin si të fëmijës së vogël dhe të individëve të tjerë. Pra nuk është se Komuniteti Evropian në thonjza apo politik bërësit e kanë vrarë shumë mendjen për këtë pjesë, është pikërisht presioni dhe informacioni që kanë njerëzit, që kanë populatat, apo që kanë shkencëtarët, apo organizatat që merren me këtë pjesë. Dhe unë do thoja që tek fëmijët e vegjël, PFAS-i nuk është vetëm prezent në lodra, sigurisht që ne i thamë që është prezent edhe në një pjesë shumë të madhe produktesh të tjera, por nuk duhet harrojmë dhe doja ta përmendja që janë dhe disa veshje, janë disa materiale specifike të veshjeve që ne përdorim për fëmijët, janë ato xhupat, xhakoventat apo rroba të tjera të cilat nuk lejojnë që të futet uji, pra nuk të lagin, ti vendos vesh xhupin, vendos kapuçin dhe uji depërton. Ato janë totalisht të ndërtuara, pra pjesa më e madhe e materialit të tyre është pikërisht me këto produkte kimike, pra me PFAS-in, i cili nëse ndalohet në lodra, absolutisht nuk duhet të përdoret dhe ndalohet edhe në këto veshjet e fëmijëve. Çdo produkt veshjesh i cili nuk thith ujin, pra nuk përthith ujin, apo nuk ngelet njolla, sepse tani më ka produkte të cilat janë shumë komode për fëmijët, sepse mund ta veshi, rëshket çfarë do lloj gjëje që mund të bjerë mbi të, qoftë vajore, qoftë ujore, qoftë një produkt tjetër. Pra janë okay sepse fëmia nuk laget, janë okay sepse nuk bëhet pis. Teorikisht këto janë të dëmshme, sepse kanë pikërisht këto produkte, PFAS-et, këto preparate kimike të cilët përbëjnë pjesën më të madhe të këtyre materialeve. Dhe ka vende në vendet nordike të cilat i kanë ndaluar, pra ka disa vite që kanë ndaluar apo rekomandon që të mos prodhohen më veshje të tilla me përmbajtje të këtyre kimikateve. Profesor, kishte diçka për të shtuar në raport me këtë? Nuk mund ta konfirmoj sepse s'më ka tërhequr asnjëherë, si më thënë, industria e veshjeve, kështu. Dhe duhet të jem korrekt në pozicionin tim, pra, domethënë është arsyeja pse shket uji mbi sipërfaqen e veshjes është direkt pranë këtyre substancave apo ka të tjera. Kështu që nuk mund ta konfirmoj. Po PFAS-i në vetvete çfarë shkakton? Se ne po flasim përdoret pikërisht për këtë arsye, sepse bën që të rrshkasi uji apo vajrat. Pra, kjo është arsyeja që mund të jetë në shumë produkte. E kuptoj, po në afatgjat tek fëmijët, çfarë shkakton nga ana shëndetësore? Atëherë, çrregullimet të sistemit imun, problematika me neurozhvillimin, problematika me sistemin riprodhues, problematika duke koordinuar të gjitha hormonet në organizëm. Gjithë procesin e zhvillimit. Pra, i gjithë procesi, jo vetëm i zhvillimit, po edhe i funksioneve të tjera në organizëm, pra ndërhyn në të gjitha funksionet e organizmit, duke dhënë çrregullim të gjithë këtyre sistemeve. Klasifikohet, sigurisht jo kancerogen imediat, por duke u akumuluar dhe në individ të caktuar të predispozuar, mund të rrisi rrezikun për kancere të testikujve, kancere renale, pra të veshkave, apo të tipeve të tjera të kancerve me natyrë hormonale. Ftalatet, për shembull, ka studime që i kanë lidhur direkt një pjesë të këtyre produkteve me vonesa gjysore, pra të zhvillimit gjysor në fëmijët, apo me problematika në sistemin riprodhues të tyre, kryesisht në djemt. Pra ka studime të ndryshme për sa i përket efekteve që mund të kenë këto produkte në organizëm. Profesor. Dua ta bëj sa më të thjeshtë, domethënë vetë organizmi fëmia me rritjen aktivizon ose fillon në një moment caktuar prodhon hormonet të caktuara sipas ciklit të jetës. Tani këto komponime për të cilat po flasim, komponimet organike, janë përgjithsisht të ngjashëm me substancat që organizmi ka të vetat, që quhen endogjene. Këto janë egzogjene dhe hyn nga jashtë. Në momentin që këto hyn në një kohë jo të përshtatshme, pra nëse do vinë në moshën 20 vjeçare, kur organizmi e prodhon një hormon të vetin dhe e pranon dhe të huajin, dhe thjesht efektet nuk mund të jenë, domethënë, shumë të prekshme, por këto
estrogen-like compounds, quhen për shembull, kur këto vinë në një moshë shumë të hershme, domethënë në një moshë 1 vjeçare, atëherë efekti tek fëmia domethënë është shumë negativ, sepse ai ekspozohet i vogël ndaj një molekule e cila është programuar që të ekspozohet në moshë të rritur. Po themi. Ka një programuar fakt ekspozohet fare teorikisht, por ndaj molekulave hormonave natyrore për shembull. Për shembull kemi atë problemin e pubertetit të hershëm. Është vërtetuar ekspozimi ndaj substancave kontaminantëve në ushqime, është vërtetuar që ka sjellë pubertet të hershëm. Për shembull, tani duke mos dashur që ta lëm në dorë të prindërve të gjithë përgjegjësinë. Ndoshta edhe sepse disa nuk e kanë informacionin dhe nuk dinë të lexojnë atë çfarë mund të shkruhet në etiketa. Ju e thatë profesor që institucionet janë ato që shpeshherë duhet bëjnë punën e tyre dhe duhet të kenë përgjegjësinë kryesore. Sa në të vërtetë ka kontrolle nga ana e tyre? Duhet marrin profilin e duhur, sepse ne ja veshim një tagër, një institucion që duhet monitoroj dhe kafshëm, i themi monitoroj dhe shëndetin e njeriut. Ndërkohë që kjo nuk mundet nga pikpamja, si më thonë, kjo kërkon një ndërveprim shumë dimensional, ndërinstitucional. Nuk mendoj që është kompetencë e njërës palë apo tjetrës. Unë mendoj që të gjitha aktorët janë partnerë në gjithë këtë gjendje. Kështu që kërkon ndërveprim ndërinstitucionalit të gjitha palëve, që lidhen me edukimin, por që janë faktorë, si në rastin, si që jemi ne sot në panel dhe jemi nga fushat të ndryshme, e njëjta gjë duhet ndodhi në aspektin administrativ, ligjor, protokollar. Po, a duhet bërë një kontroll për çfarë qarkullon në treg? A është e mundur të bëhet një kontroll para se prindrit kanë mundësinë të zgjedhin ose jo? Po, çfarë ka në tregun shqiptar sot? Dhe sa është e mundur të bëhet një kontroll, siç ndoshta edhe në çdo vend të botës tashmë po reklamohet dhe po kërkohet që të ketë një kontroll të tregut dhe të hiqen një pjesë e madhe e lodrave të cilat kanë përmbajtjen e këtyre kimikateve për cilat ne po flasim. A mund të bëhet në Shqipëri? A ka një kontroll të tillë që bëhet? Mund të bëhet. Problemi është që nuk duhet të presim edhe të disa vite sa të gjejmë njeriu që na bëm, si më thënë, që na bëhet mirë ne ta vendosim atje. Ekspertët ekzistojnë, edhe mjafton që të përdoren. Thjesht të shfrytëzojnë kapacitetet njerëzore. Kemi vite që kontribuojmë në këtë drejtim. Kemi vite, mund të themi edhe dekadë. A është e lënë pak pas dore? është e lënë pas dore sepse nuk e kanë pasur në fokus, sepse nuk kanë qenë vetëdijshëm për rrezikun që mund të shkaktoj. Por unë pa u larguar nga fokusi jon për fëmijët, jo çdo gjë që sepse ne po tentojmë të themi ato që janë artificiale janë të dëmshme. Nuk është e vërtetë. Edhe ato që janë natyrore janë të dëmshme, por është shumë e rëndësishme kontrolli. Kontrolli, pra, domethënë, ato që janë kontaminantë të ndryshëm mund të jenë me origjinë natyrore, me origjinë antropogjene, duhet kontrollohen gjithsesi. Okej, dhe Evropa dhe bota në 3-4 dekadat e fundit ka bërë atë hopin cilësor, kështu që ne nuk jemi shumë brava, por është e rëndësishme që ta vëmë në plan, në rend të ditës. Një mesazh të fundit nëse keni dhe që keni të domosdoshme për ta dhënë për prindërit që na ndjekin, duke qenë se edhe jemi në fund të bisedës. Po, unë shkurtimisht doja të thoja që për çdo prind që të kenë fëmijërit të shëndetshëm fëmijët, të mos jenë të fiksuar pas lodrave të sasisë lodrave, po të ndërtojnë ato lodra duke qenë më afër natyrës, më afër mjeteve rrethanore në shtëpi, për një zhvillim më të shëndetshëm, edhe nga ana pikpamje sociale, por edhe nga ana emocionale dhe zhvillimit tërësisë të edukimit të fëmijëve. Unë duhet ju falenderoj shumë, do Gresha, kishit diçka për shtuar, ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites për dënë këto këshilla që besoj janë shumë e vlerë sidomos për prindrit e rinj dhe që ndoshta me të drejtë mund mos kenë informacionet e duhura sa i përket kimikateve që mund të kenë në lodrat për fëmijët. Mirë, ne kemi ardhur në fund të kësaj bisede, por ajo që vjen pas publicitetit është historia e një heroine të vërtetë, do të thoja unë, sepse është infermiere dhe shpeshherë bën edhe 2 orë rrugë për të shkuar në ndihmë të banorëve të një fshati tjetër. Është një histori shumë e bukur, më njëherë pas publicitetit. Ju falenderoj ndërkohë që na ndoqët deri tani.